Si jemi njohur me burra tani, thua them shpejt e shpejt se kam edhe për të gatuar për nesër se jemi prapë në punë. Që thoni, të Evës historinë do t'ua them shpejt e shpejt në dojnë t'ua thoj me shumë llafe. Tani që thoni, Eva studionte në Florina, edhe e njofi burrin atje, edhe na mbeti në Florina. Unë kur erdha në Angli për të kërkuar punë, shkuam tek, tani si i thonë, zinxhir restorantes mbase i thonë, do me thënë Alisida Estiatorion. Kur restorantet kanë të njëjtin emër, po, që janë në një kompanie. Okej, gruaja e kushërit punonte në një nga këta restorante dhe neve do vinim tek një restorant tjetër, që kishte të njëjtin emër, edhe të kërkonim punë aty. Neve ç'bëm, zbritëm gabimisht në një stacion më shpejt me tren, po vini me tren, edhe në vend të zbrisnim një stacion atje ku duaj, tek restoranti ku duaj, zbritëm më shpejt dhe vajtëm te restoranti Gabim, me të njëjtin emër restoranti, vajtëm Gabim. Edhe atë darkë ishte menaxher burri im atje. Edhe thot ç'doni, vajtëm dhe neve t'i themi që duam një person që po kërkonim për punë. Thaj, nuk njoh njeri këtu, nuk punon njeri i tillë këtu me këtë emër. Edhe tha, po ç'doni? I thashun, po kërkoj punë. Edhe tha, mund të vish të punosh këtu tek neve. I thashun, pse jo? Edhe unë i dhash CV-n atëhere. Ai ç'bëri, e mori e grisi, më tha, mua nuk ishte kjo CV për të punuar këtu, se unë s'kisha punuar në ndonjë restorant ku të kisha ashtu, unë kisha vënë që jam mësuese. Më tha, nuk punon dot me këtë dhe e grisi atë, ç'bë ashtu. Po pastaj edhe nuk kishte numër telefoni që të më lajmëronte, po kishte numrin e gruas të kushëririt time që punonin tek e njëjta zinxhir me restorante. E mori atë dhe i tha numrin e ri nëse kisha e hodha poshtë gabimisht, mund të vijë të nesër ta provojmë për punë, edhe kështu njofa me burrin. Gabimisht, kocë do me thënë, nëse pyesni. Kjo ishte historia. Ciao.